është një kompani tjetër, e cila është offshore. Është offshore. O zotri, është offshore, nuk e di kush është pronari, edhe nuk është e marri. Është ish CEO i e marrit që kanë ndërmarrë iniciativë. Të lutem shumë, një kompani tjetër të huaj. Më thuaj një kompani tjetër të huaj, që është serioze ka ardhur këtu, në një treg. Ta mbaroj unë se ti bëm pyetje. Po ma thuaj më një kompani. Atë po bëjmë. Të ti them unë 10 kompani. Të ti them unë 10 kompani që kanë ikur. Ore zotri. Të ti them unë. Dal ndonjëherë në Tiranë ti? Jo mo. I ke parë emrat mbi hotelet e Tiranës? Ato kullat e parave të pista? A i ke parë? Ata se janë duke investuar, ata marrin para me të dhënë. Cilat emra ke aty në ato kulla? Të më investim që Cilat emra ke në ato kulla? Edhe me që përmendë për pjesën e ndërtimit. Problemi i ndërtimit në Shqipëri dikush është një familje normale nuk do të me shtëpi apo ka marr lekët me dhënë emër. Jo, kjo është. E di që jo, me tarohet që kanë shqiptarët edhe sipas raporteve, një familje normale, një çifti duhet ndër 3 dhe 5 vjet për të blerë një shtëpi. Tirana është bërë shumë e kushtueshme, ky është problemi. Sipas raport më zotri. Si Numbeos, që madh koston e jetesës. Po çfarë është Numbeo? Numbeo është një gjë. Madh koston e jetesës. Po një sekond. Po si pra si, një sekond. Më lë ja përgjigje. S'më thënë mos vazhdo ta jap atë përgjigje. Po ta jap si dua unë jo duke. Më përmendë kullat, më thuaj një emër serioz të kulla. Më thuaj një emër serioz. Artikulosh. Ma thuaj. Nuk ke nevojë të thuash ma thuaj çdo sekond. Dëgjoje. Po pres 30 sekond. Së pari. Numbeo është një website. Lere më Numbeon, në të cilin një kompani serioze që ka investuar to 12 vjet. Ore, je serios ti apo bën vetë? Po ti nuk je serios më thënë. Lere Numbeon. Mua çat unë, lere Numbeon që përmende. Këto pra janë burimet e tua. Më the për investimet e huaja, të thash. Pra është një website. Kush është e kullat, thuaj. Serb, tek i cili njerëzit i raportojnë statistikat si duan vet. E para. E dyta, zotria nuk merret fare me çfarë është thelbi. Thelbi është ky. Në Shqipëri janë më shumë se 91% të qytetarëve të vendit që janë pronar të shtëpisë tyre. Vendi i dytë në Evropë e ka 55 dhe është Luksemburgu. Dhe kjo historia e krahasimit të çmimit në qendër të bllokut as unë nuk blej dot shtëpi. Dhe nuk besoj që asnjëri nga ne blen dot shtëpi. Por ama për shqiptarët që janë pronar më shumë se 90% të apartamenteve, kjo është statistika që duhet lexosh. Dhe jo të rish këtu dhe të bësh populizëm duke marrë atë shifrën aty dhe këtë shifrën në një case mohon kostet e testit nuk e blet dot, më nuk e blet dot. Po jetë jam gati të përgjigjem sa dhe emrin e kompanisë. Kush ishte investitori kryesor si shtet me që doli Holanda në atë kohë? Ishte Kanadaja. Se Petromanasi, që është kompania që u blen nga Shelli për të investuar, ishte kompani e vogël e listuar në Toronto. Dhe kështu ishin gjitha kompanitë që merreshin me kërkim dhe me zhvillim. E gjithë historia që diskutohet këtu tek ne është, ja ta them unë një kompani të madhe që punon dhe investon në Shqipëri. Quhet Lufthansa Logistics, që gjithë departamentin e logjistikës e zhvillon jo shumë larg nga këtu në autostradën Tiranë-Durrës dhe ku punojnë më shumë se 400 të rinj. Që merren me programim. Po jo më nuk është një fason sepse ka rroga të krahasueshme. Po jo më operatori nuk mund të paguaj 3 euro në Gjermani dhe paguaj 600 euro. Duhet ta hidhni poshtë. Nuk është doni një kompani tjetër është Jura, që është një kompani koreane, prodhuesi më i madh i pjesëve të këmbimit të Korenë e Jugut, e cila punon në Fier tek zona e ish azotikut. Dhe kam dhjetra e qindra raste të tilla. Nuk kullat që the hotelet. E fundit. Të ka ikur Deutsche Telekom. Kur flasim pastaj për teorinë e pse s'është Deutsche Telekomi në Shqipëri, është arsyeja pse nuk është Deutsche Telekomi në Maltëzia në Kosovë. Kompanitë shumë të mëdha kanë nevojë për një treg, o të nderuar. Edhe supermarket. Ore ishin këtu dhe ikën. Në një treg me 70 milionë banor. Ishin këtu dhe ikën. Si Italia çmimet do jenë më të ulta. Ore ishin dhe ikën. Se në Shqipëri, në qoftë se mbaro, po sigurisht mos e ka pasur ekspansion drejt lindjes dhe ka tërheqje. Banka më e madhe në Ukrainë historikisht ishte Raiffeisen. Pastaj vendosi një moment të ulte. Prandaj Societe Generale. 2 pika. Faleminderit që ma dhe kohën, do të dëgjoj. Pika e parë. The për kullat, hotelet. Unë thash për hotelet. Po pra hotelet. Për brendet. Më thuj një hotel që ka investuar kapitalin e saj dhe ajo që unë mendoj dhe që e kam të faktuar, është ato emrat më dhejnë marrin para nga Shqipëria për të dhënë brendit. Nuk kanë ardhur të investojnë.
nuk është paguan gjithmonë qira. ky rasti. Po ky është Mund gjithë të ta rastet. them një hotel. E ke parë ndonjëherë ato hotelin në Djath, kur vete për në Rinas, që është një kompani gjermane, s'po më vjen emri. Best Western, Maritim, kush janë, se i Jo, gjithat. ai në Rinas, kur je duke shkuar... MK-ja. Po, MK hotel. Ajo është një kompani që ka marrë atë tokë, ka investuar në zonë zyrash dhe pastaj ka bërë hotelin me brendin e është marrë vetë. që në 2006-2007, se e di shumë mirë atë rast, në kanë investuar fillu investim brendet prekos. kërkullat. Dakor, pra. Po nuk mundet ky një rast të hedhi komplet gjithë sistemin e brendeve në Shqipëri, që po paguen ata për të marrë. Dhe gjithë faktin për të bërë këto hotel pesye me kapital shqiptar bëhen për të marrë licencat e kazinove, këtë e din gjithë shqiptarët. Dhe vetëm kualifikohesh. Po si kanë Po e funksionuar mori plumb gjoka licencë e kazinos aty në mes. Po gjithë të hotelet deri tani që nuk kanë kazino. Pikën e dytë. Marim një rast të Astiri. Një familje shqiptare meriton me blejnë shtëpi të Astiri? Varet nga... Të Astiri ma të Astiri, të fresku, minimalisht. E ke 1.300 euro metrin e katror. 1.300-1.400 euro metri katror. Tek pallatet e reja, po. Po, dhe 8 vjetrat ma aqë, Jo, nuk është tek vjetrat. Çmimi i referencës nga Do ta bësh 1.100. Po unë po them, qa shofë burë tani, po dali me lapë se pallatet e letër, reja. ose ma japin këtë shqetësim gjithmonë të rinjt. Dojnë një shtëpi do shkoj 120.000 euro. Se 100 metra katror, me të përbashkëta, se me të pa përbashkë është 80, 120.000 euro. Tani më thuaj moti, një qift të rinjsh, që e kanë rogën, sa do t'i ta kenë rogën? Qift normal, se ishe bleda Astiri, s'ka rogat më t'la. Nga 1 milion lirë. I kanë 1 milion të ardhurat si familje, 1.2. 1.2 milion të vjetra, apo 1.200 euro. Tepër, po, okej. 1.500 euro të ardhura, okej? Paguj dhe taks, do paguj dhe drita, do paguj dhe veshmathje, do paguj dhe jetes, do paguj dhe gjithë shka. Sa kursen a i në muj? Kursen 500 euro? Që ta lëm? Do thot në vit kursen 6.000 euro. Tani më thuaj, 120.000 euro me 6.000 euro. Sa vitet duan? 25. Po pra. 25-30 vjet, shumë e tjenë. Jo, i dashur, e Pra, gabim. unë po të marrë rastin e një destinacioni që nuk e preferojnë. E di pse nuk e preferojnë, se në atë destinacion si Astiri, s'ka shkollë. Në atë destinacion si Fresku, s'ka shkollë. Në atë destinacion si Liqeni That, Majtë Kodrës, s'ka shkollë. A mund të ta shpjegoj? Po them do shkojnë atje. Më dëgjoj pak. Tani, unë kam ta mora jetuar një në disa case vende jashtë Shqipërie dhe është eksperienca jo vetëm e imja. Besoj edhe e juaja është që kur jeton jashtë dhe sa mbaron shkollën, një çift i ri i cili ka të ardhurat aty niveli nuk mendon që të marrë një shtëpi 100 metra me hapësirë. Po 80 më është, se 100 ta shesin ata, sepse nëse merr metra faktik, si shitet në Europë, metri nuk është më 1.300